Bedri Hamza ka shpallur zyrtarisht kandidaturën për të bërë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, vetëm një ditë pas dorëheqjes së Memli Krasniqit nga ky post, e në prag të konventës së Partisë Demokratike të Kosovës, e cila pritet të vendosë për kryetarin e ri, në parti është hapur një debat i fortë pas kërkesës së Enver Hoxhait për shtyrjen e saj. Hoxhai ka dërguar një kërkesë zyrtare ku ka theksuar se procesi aktual është tepër i shpejtuar dhe nuk garanton një garë të hapur, transparente dhe përmbajtësore. Ai ka kërkuar që konventa të shtyhet për disa ditë duke argumentuar se delegatët kanë nevojë për më shumë kohë për të njohur kandidatët, platformat dhe drejtimin që secili prej tyre propozon për partinë. Hoxhai ka theksuar se PDK-ja po kalon një moment kritik dhe se vendimet e ngushme mund të prodhojnë ndarje jo unitet. Ai ka bërë të ditur se është i gatshëm të jetë pjesë e garës, por vetëm nëse procesi zhvillohet në mënyrë të rregullt dhe i gjithë përfshirës. Kërkesa e tij ka ngjallur diskutime të brendshme. Disa figura të partisë konsiderojnë se shtyrja do të sillte më shumë qetësi dhe hapësirë për një garë substanciale, ndërsa të tjerë besojnë se afatet duhet të respektohen dhe se çdo vonesë mund të krijojë pasiguri në bazën e partisë. Qarri, PDK, po e shpërthen nga brenda, Lushtaku po vendos kryetarin. Analisti politik Gani Shari në një prononcim ekskluziv për Bota Sot ka komentuar zhvillimet e fundit brenda Partisë Demokratike të Kosovës, duke i cilësuar ato si shpërthyese dhe rezultat të drejtë për drejtë të konfliktit të brendshëm ndërmjet grupeve të interesit. Shari thotë se dorëheqja e Memli Krasniqit nuk ishte vetëm akt politik, por pasojë e një zinxhiri gabimesh dhe imponimesh brenda PDK-s, e sidomos e orientimit të votave të anëtarëve të partisë në Prishtinë në favor të përparim Ramës. Sipas tij, vendimi i Memli Krasniqit që ti porosiste anëtarët përmes telefonave që të votonin për parim Ramën në Prishtinë, dikoi negativisht dhe goditi PDK në Mitrovic, ku jetojnë edhe shumë qytetarë të zhvendosur nga veriu. Qari shton se ky veprim i ka kushtuar shtrenjtë partisë, duke shkaktuar reagim të menjëhershëm nga Sami Lushtaku. Sami Lushtaku nuk ja fali këtë gabim Memli Krasniqit, ai e konsideroi faj të rëndë dhe reagoi menjëherë sapo u certifikuan rezultatet në Mitrovic, deklaroi Qari. Sipas tij, pas këtij momenti lidershipi real në PDK mori drejtim të qartë. Lushtaku kujdes që tradita e vjetër të mos ndërpritej. Ai kërkoi që në krye të PDK-s të vinte një njeri dëgjueshëm, ndaj pas një konsultim u propozua Bedri Hamza, thekson Qari. Ai quan procesin e vendosjes së Hamzës pjesë të pazareve të brendshme të dakorduara paraprakisht. Kandidatura e Bedri Hamzës nuk erdhi nga baza as nga forumi i partisë. Ishte produkt i marrëveshjeve të fshehta të grupit të Lushtakut dhe shokëve të tij. Qari thotë se caktimi i konventës me shpejtësi të paprecedent e ka tensionuar situatën në PDK. Konventa u caktua për 17 nëntor me një ngutje skandaloze pa debat, pa konsultime, vetëm për ta mbyllur pazarin sa më shpejt, shpjegon Qari. Në këtë klim, sipas tij, nuk është i çuditshëm reagimi i Enver Hoxhait. Enver Hoxhai ka të drejtë kur kërkon shtyrje. Ai po thot hapur se PDK-ja duhet të ketë garë me më shumë kandidatë, jo një votim formal për një emër të dakorduar paraprakisht. Hoxhai, sipas Qarit, po përpiqet të shmangë një proces të mbyllur. Hoxhai kërkon që konventa të zhvendoset të paktën deri në 23 nëntor për të hapur hapësirë për debat dhe kandidatura, jo për të votuar një emër të imponuar, shton Qari. Moteja i paralajmëron se përplasja aktuale vetëm është maja e icebergut. PDK-ja është në krizë të thellë, ka përplasje të hapura ndërmjet Lushtakut dhe Ramiz Ladrovcit, ka mospajtim të vjetër, ka rivalitet mes klaneve. Kjo është situatë shumë eksplozive dhe mund të çojë partinë drejt një përçarjeje të re, deklaron Qari. Ai shton se figura të tjera brenda PDK-s, përfshirë edhe Vlorë Çitakun, mund të hyjnë në garë, ndërsa thekson rolin e ambicjes personale të Hoxhait. Enver Hoxhai, qysh prej largimit të Kadri Veselit, ka pasur ambicje për kryetar. Tani nuk ka gjas ta lëshoj rastin pa luftë politike, shprehet Qari. Në fund ai i jep një paralajmërim të qartë PDK-s. Nëse kryetari vendoset me pazar dhe jo me garë, PDK rrezikon përçarje të thellë. Partia duhet të zgjedhë reformë reale apo kontroll të një grupi të vogël, përfundon Gani Qari për Bota Sot. Mehmeti, dorëheqja e Memlit ka hapur kutinë e Pandorës në PDK. Kurse analisti politik Faton Mehmeti thotë se dorëheqja e Memli Krasniqit dhe mënyra e caktimit të konventës kanë rikthyer në sipërfaqe tensione të vjetra të kësaj partie. Mehmeti thotë se situata aktuale nuk është befasi.
dorëheqja e Memli Krasniqit vetëm sa e ka bërë të dukshme krizën e brendshme që prej kohës ka gryer PDK-n. Shprehet Mehmeti, ai argumenton se caktimi i konventës për datën 17 nëntor, ditë e hënë, ka prodhuar pakënaqësi të konsiderueshme brenda partisë. Një grup i rëndësishëm brenda PDK-s nuk është pajtuar me datën e caktuar. Këtë frustrim po e artikulon hapur Enver Hoxha, i thekson ndër të tjera Mehmeti. Sipas tij, kërkesa e Hoxhait për ta zhvendosur konventën në të dielën pasuese nuk duhet parë si çështje teknike. Kjo nuk është vetëm datë, ka nuancë politike dhe tregon pak kënaqësinë e thellë me mënyrën se si po menaxhohet tranzicioni. Mehmeti thekson se dorëheqja e papritur e Memli Krasniqit ka krijuar vakum brenda strukturave të partisë, gjë që natyrshëm nxjerr në parë grupe dhe ambicie të fshehura. Kur hapet gara për leadership, dalin në sipërfaqe të gjithë interesat që zakonisht mbahen në tapet. Kjo po i ndodh aktualisht PDK-s. Ai vlerëson se Bedri Hamza shihet si kandidat i fortë, gjë që ka shtuar rivalitetin e brendshëm. Forca e kandidaturës së Hamzës nxit automatikisht kundërshti politike. Është krejt normale që rivalet e tij të kërkojnë kushte të tjera, përfshirë shtyrjen e konventës, shpjegon Mehmeti. Sipas tij, kundërshtimi i Hoxhait është sinjal i qartë për konfigurimin e brendshëm të partisë. Kritika e Hoxhait nuk është e izoluar, ajo tregon se në PDK ka të paktën dy kampe të interesit, të cilat po garojnë për të kontrolluar procesin e tranzicionit, deklaron Mehmeti. Në fund, analisti paralajmëron se për PDK-n, në sfida nuk është vetëm datë të mbajtja e konventës, por menaxhimi i një procesi të brisht politik